Rreth 16.500 mësues janë në marrëdhënie pune dhe drejtuesit e shkollave ju nënshtruan testimit për identifikimin e nevojave për zhvillimin e tyre profesional. Provimi u zhvillua në 13 drejtorit arsimore rajonale. Testimi filloi në orën 11 deri në orën 13 në të gjithë vendin, ndërkohë që në testim nuk do të futen mësuesit që kanë arritur shkallën e parë të kualifikimit dhe kanë mbi 20 vite eksperiencë pune. Qëllimi i këtij monitorimi nuk ka lidhje me lëvizjen e mësuesve apo situata të tjera punësimi, po ka të bëjë me artën që Ministria e Arsimit dhe Sportit po ndërton për nevojat e formimit profesional të mësuesve. Sipas të dhënave të Zyrës Arsimore Sarandë, janë 220 mësues nga 13 shkolla të rrethit Sarandë të pranishëm në testim. Po, siç keni marrë vesh, edhe me orën të ministres, zhvillohet vlerësimi apo testi profesional për të gjithë arsimtarët, nga shkolla e mesme edhe shkollat nëntëvjeçare. Testimi zhvillohet në datën 23, zhvillohet në qytetin e Vlorës, është një orë, ka të bëjë me zhvillimin profesional të mësuesve, që do të provohen që çfarë niveli kanë, në ç'nivel nivel është arsimi në rrethin e Sarandës, dhe për këtë nesër, duke bërë dhe punën tonë të veçantë që janë lajmëruar të gjithë drejtorët e shkollave, ne kemi 13 shkolla në rrethin e Sarandës dhe të gjithë mësuesit, të cilët kanë shkallën e 4, të 3 dhe të 2 kualifikimit, do të paraqiten në Vlorë në shkollën Alidemi. Kurse mësuesit e tjerë që kanë kategorinë e parë ose që quhen mësues mjeshtër, këta nuk do të marrin pjesë nesër në këtë që quhet aftësim profesional. Ne kemi me kategorinë e parë në rrethin e Sarandës rreth 150 mësues, kurse në testimin që do të zhvillohet do të marrin pjesë 220 mësues. Ndërsa nga rrethi Delvin në testim janë 90 mësues nga 9 shkolla të këtij rrethi. Pyetjet e testimit janë hartuar nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit. Mësuesit do të vlerësojnë në 4 fusha siç janë planifikimi, aspektet metodike, pedagogjike, stili i komunikimit dhe etika e përdorur nga punonjësit arsimor, si dhe përgatitja shkencore e mësuesve dhe zhvillimi i tyre profesional. Ky proces është thelbësor për cilësinë e shkollës shqiptare dhe lidhet me formimin profesional të mësuesve, duke bërë më cilësor punën e tyre. Pas vdekjes së foshnjës në Sarandë, ka reaguar avokati i popullit Igli Totozani. Në njoftimin zyrtar, thuhet se sipas raportimit të mediave dhe bluzave të bardha në Spitalin e Sarandës, foshnja ka humbur jetën si pasojë të ftohtit. Mëtej në njoftim theksohet se avokati i popullit Igli Totozani i bën përsëri apel këtë herë shurdhërisë dhe indiferencës së pushtetit vendor dhe atit qendror që i ka lënë këto shtresa në nevojë në pikë të hallit. Ai sa nuk munden të mbijetojnë të ftohtit. Totozani i shpreh ngushëllimet familjes Spaiu për humbjen e rëndë në këto kushte të tmerrshme. Avokati i popullit kërkon me forcë marrjen e masave urgjente për të pastrehet, të varfrit dhe të pamundurit, që të mos u mbasin më jetë të pafajshme, thuhet në komunikatën zyrtare. Uji i pishëm në Delvin është me ndotje të rënda mikrobiologjike. Analizat fiziko-kimike të kryera nga specialistët e higjienës kanë konstatuar se uji i vrizit përmes të cilit furnizohet qyteti ka dalë me elemente të dyshimta që ndalon përdorimin në publik të tij. Ky problem është shfaqur nga fundi muajit tetor të vitit 2012, ku nga analizat e kryera me mostra uji nga burimi i vrizit u evidentuan ndotje mikrobiologjike me preardhje të hidrokarbureve që kanë ardhur nga punimet që kryente kompania kanadeze Stream Oil për shfrytëzimin e naftës dhe gazit në pellgun e Delvinës. I gjithë qyteti furnizohet me ujë nga inçezën publike në qendër të qytetit. Qytetarët vinë me bidona në duar për të mbushur ujë. Ata shprehen se kemi 4 vjet pa ujë të pishëm. Po vjen poshtë pa pishëm. Cili është problemi? Problemi që kur u prish ujeve është i ndotur. Ju e keni shpinë larg që këtu apo? Larg jemi. Edhe vini çdo ditë për të mbushur ujë? Çdo ditë. Po bë që nuk keni ujë në shtëpi. 4 vjet ujë të pishëm flasim. Ose ujë për banjë për gjë ka. Plot. Ujë të pishëm jo. Kjo është e vetmja çezëm në qytet që mbush ujë? E vetmja këtu e çezmës të qytetit. Duke prasuar këtë lagjen këtu. Që është burim, që na vjen kjo ujë na i burim. Ai lagje ka vetë. Po kanë thënë në një përgjigje premtime plot. Premtime sa të duash. Edhe kryetari i ri që erdhi ka premtuar. Shumë zë bëhet.
Ju vetë shpresoni se do zgjidhet si situatë? Për 4 vjetë, kur nuk o zhirë për 4 vjetë, Cili ka nuk ka shpres. problemi? Problemi ka qenë i gazit lartë puseve, të cilët ato firmat bëjnë shpërthim me qaj bën me mina, me se bën ato shpërthim, edhe atje u doli naftë, u përzime ujë, edhe tani që lajmi na kryet koka, na kryet trupi, robat nuk lajen. Kote kemi ato i shpi. Me gjithë ato, ne marim ujë një krahë dhe e paguaj. Kjo është e keqja. E paguaj. Sa vinë në ditë për të mbushur ujë? Vinë shumë vetë? Këtu, që am mëgjesit dhe ndarkë. Bine në njëherë s'ka dhe radhë për të mbushur. Po këtu shtajat e 5 vjeqe, vdekja. Paguaj njërës që në një djalë, në një këshur, në njëri kjo vjenë më mbi ujtë. Ha, si do ve halli? Po, ujë që keni ju në shtëpi nuk... Nuk pjet ai. Ai dhe për të larë, t'i lash, po t'i shplash me këtë, se ai ashu, kote pim. Është ujë pistët, është... Nuk është i pis, po është i trazuar, e ka ndaluar. Ja, s'kemi ujë qatë, themu tepër. Kjo është e gjitha problemi. Ku e mushmi ati poshtë, me bidona. Ngell me bidona në për... Më të marrë një kafshë sa bidonat. Sa vjetë vajti si problem? 3 vjetë të vdekura një. Jo do vina Kalasa, jo do vina Bistrica, s'po vjen akoma. Ne ujtë kërkojmë, shkërkojmë tjetër. Pak në tjera, hajde, mosha jonë, si të mosha i tretë që bluemi, ngellim në për... me bidona për duar. Po ujtë që vjen në shtëpi? Ujtë është i papishëm. Vetëm për banja, për vëtëserat, këto gjera, tualetët. Ishtë një tjetër. Pra zgjë tjetër. S'ke, ajo ka sjufër. Unë një ditë me nder lava dhëmët edhe me era sjufër. Fare, digja mos i kisha shpëlar. Ta unë thonë, dëgjova dhe buxhetin e shtetit që thanë që u aprovua dhe për Delvin, sa qytet tjera, kur do vjen. Sa herë në ditë vini mbushni ujë? Po i mbajve më shumë di bidona, po i mbajte më shumë dhe bidonin, pa i pirë merren krionera jo. Edhe aq e hapim ka pakun që vete 2 herë, 3, varet na familje që ka dhe biles edhe dushe që bëjmë na një herë ato zëkokra. Tani si ku di unë, do vinë thonë, di unë tani do bëjmë. Burimi i Vrizit ka mbi 40 vjet që shfrytëzohet për ujë të pishëm nga banorët e Delvinës dhe ka 4 vjet që tashmë është i ndodhur. Nxënësit e shkollës ekonomike profesionale Antoni Athanas zhvilluan një orë mësimi në modulin e kuzhinës, ku nxënësit mësuan praktikisht gatimin e buljonit të kockave të viçit dhe përgatitjen e supave nga buljoni. Klasa e parë hoteleri B në shkollën e mesme hoteleri turizëm ka 25 nxënës. Përveç përgatitjes së buljonit të mishit të viçit, këta nxënës përgatitën edhe kekun e vitit të ri. Në fund të orës mësimit, përgatitjet e ditë Në fund të orës së mësimit, supa nga buljoni dhe keku i vitit të ri u çua nga vendnxënësit tek fëmijët e shtëpisë së fëmijëve Sarand. Ju urojmë ju boftë mirë, dreka të gjithëve. Ta dini kjo drekë është gatuar nga këta fëmijët e shkollës mesme profesionale Antoni Athanas këtu në Sarand. Ata menduan që gatimin e ditës së sotme ta sjellin tek ju, edhe një herë ju boftë mirë. Në fakt detyrimin për shtëpinë e fëmijës nuk e ka vetëm shkolla profesionale, detyrimin për të shtëpi e kemi të gjithë. Unë do doja të bëja një falënderim për mësuese Almën, që ishte iniciatore për përgatitjen e ushqimeve të kësaj dite për shtëpinë e fëmijës. Në të njëjtën kohë do doja të falenderoja të gjithë ata nxënës që punuan sot në kuzhinën e shkollës për të përgatitur modulin e tyre dhe që u bashkuan iniciativës të mësuesve, të mësueses, për ta sjellë ushqimin në shtëpinë e fëmijës këtu. Gjithë financimi për modulet e kuzhinës në shkollën e mesme hoteleri turizëm në Sarand bëhet nga Ministria e Mirëqenies Sociale. Të gjitha modulet realizohen vetëm me buxhetin e shtetit dhe pa asnjë investim, domethënë investimi i familjeve zero, për të realizuar këto module, që e cila nuk ka ekzistuar para një viti. Jo vetëm sot, në ditë festash, në ditë gëzimesh, që kemi patur gjithmonë pranë, gjithmonë janë kujdesur për të sjellë gatime të mira, interesante për ta fëmijë, dhe jo vetëm kaq, por shpesh viten në mëngjes dhe luajnë me fëmijët tanë. Edhe kjo është diçka që i gëzon fëmijët pa mas. I falenderoj dhe shpresoj që ky bashkëpunim të jetë në vazhdim akoma dhe më i mirë, akoma dhe më i fortë,
Dhe sinqerisht kam parë se si fëmijët ndihen mirë kur hanë këto ushqime.